kam dalë për një arsye tjetër që nuk ka të bëjë me mbledhjen e qeverisë, por ka të bëjë me një zhvillim që unë e konsideroj shumë pozitiv, lidhur me procesin e verifikimit të transaksionit për blerjen e tokës në Zvërnec, që do thot me sqarimin e plot dhe përfundimtar të origjinës së fondeve të kaluara përmes bankës dhe me çlirimin përfundimtar të investitorëve që tani më janë dhe pronarë. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të qartur. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Disa prej tyre edhe më kanë shkruar nga protesta e parë. Kam respekt për ta dhe me ata jam gati të bisedoj në çdo kohë, sepse ata nuk kanë dalë në protest për të zhvilluar një epizod të ri të një filmi shumë të vjetër. Kështu që ai film duhet ju tregoj të gjithëve që asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në thonjza ku më ka vendosur shqiptarët. Dhe kush flet në emër të shqiptarëve duhet të mos e harroj që unë përfaqësoj dhe mishëroj vullnetin e të paktën mbi 800.000 shqiptarë. Dhe kam një kontratë me ta. Kush flet pastaj në emër të ndjenjave të vërteta për çfarë mund të ndodhi me mjedisin, për si mund të mbrohet apo si mund të rrezikohet mjedisi, është i mirë se ardhur të bisedoj me mua dhe me ne. Ata që vinë me librin e shtëpisë time poshtë dritares këtu tek selia e Partisë Socialiste dhe vinë vërdall në për rrugë si ata çakejt e agimit të artë në Greqi që ulërinin në Greqi është e grekëve. Ata janë subjekt vetëm për Zotin dhe Zoti i falë se ata nuk din çfarë bëjnë, s'janë fare subjekt për mua. Organizojnë dhe nxisin dhe orkestrojnë situata të kësaj natyre duke përdorur në radh të parë çështjet e ambientit. Sepse tek çështja e ambientit ka sensibilitet shumë të madh dhe tek çështja e ambientit ndodh pikërisht ajo gjëja që bashkohen vëllezërit e agimit të artë që orkestrohen nga ustallar si ata të agimit të artë në emër të Shqipërisë së shqiptarëve, me shqiptar, vajza, djemt, reja të rinj, me qasje atë dhe dashurie ndaj natyrës, të cilët ndjehen të lënduar. Dhe pikërisht këtë dinë këto forcat që bëjnë gjëra të tilla. Kjo është një luftë hibride, po nuk ka fare dyshim që kjo luftë do mbarojë dhe që gjithkush do të marrë atë që i takon. Faleminderit.